Frashëri malori i rilindasve do të bëhe vendlindja e Riza Skënderit, dipërkundja dhe streza e rruar nga kushtet dhe koha. Vite, deri në mbarimin e shkollës të ulët 5 vjeçare, ishin dritarja e parë dhe e vetme, për nga mund të shikonte dhe kujtonte librat, lodrat, bashkëmoshatarët apo fytyrat e dashurit e familjarëve. Jam Safet Hajdar Skënderi. Vëllai im ka lindur është i vitin 1915. Ka lindur në Frashë. Shkolla, si pasion për dije dhe për të marrë një profesion, e largoi për 2 vjet në qytetin e Ersekës dhe 4 vjet të mëtejshme në Kavaj. Mbarimi i shkollës së mesme amerikane të bujqësisë dukej si një ëndër i lindur dhe realizuar në mbrazdat e poemës Naimiane. Ka bërë shkollën fillore të Frashërit, 5 klasë, 2 klasë të mesme Kolonje Fejt, apo ka bërë një shkollë, nuk jam lushnjë o Kavaj, shkollë amerikane i thoshin bujqësore. Si mbaroj atë shkollën, edhe Italia në 1939 këtu. Dhe hapi një kurs për pyjore në Itali. Shkoj atje denti 1 vit. Viti 1940. Riza i shkon dhe kthehet nga Italia pasi mbaron një kurs për teknik pyjesh. Nga pyjet me bredha madhështor të Frashërit në Prishtinë, këtu do t'jetë ngulimi dhe njëkohësisht oazi i tij për të ardhmen. Ishin vite lufte, vite që largësimi me vendlindjen e kthyen në një shkret të tillë, ku udhëtimi me saj apo dhe zëri i lëshuar u shuan në krizmat dhe politikat e kohës. Edhe pse vjen deri në Korçë, në vitin 1943, rrethanat e detyrojnë të mos vazhdojë më tej rrugën. Pranim fizike në familjen prindërore, e zëvendëson me fotografinë e tij, me një përkushtim nga mbrapa për Emden Shaniko, që e donte shumë. 1957-1962, një 5 vjeçar hapësinor komunikimi me letra, por vetëm kaq. U mësuan dhe u mbajtën mend emrat e 2 fëmijëve të mëdhenj, të Morit dhe të Udës. Koha duke sikur ndaloi frymarrjen në marrëdhëniet me Rizain deri në vitin 1999, kur nga një grup kosovarësh që kishin qenë në Frashër do të vinte të paktën një adresë shprese. Rizai ishte larguar nga jeta, me brengën e të qenurit i ndarë brenda një hapësire të etnisë shqiptare, por që ka lënë mbrapa gjakun e tij, fëmijët e tij, ku në emrat e 2 prej tyre që njohim, mishërohet Mali i Besimit, Tomori dhe mbretëresha e detrave, Teuta. Fëmijët të thënë kështu, në kanë mundësi që në më ndjekin, një telefon, duhet t'i takojnë, asgjë. Të di që ka lënë fëmijë vëllai, edhe ata të dinë që kanë një xhaxha.